Komunikim drejt për drejt telefonik nga Maqedonia, kolegen Zërieta Jajaga. Zërieta, përshëndetje sërish, në disa informacione që ju keni përcjellë në lidhje të mparshme, i dhamë këto momente për teleshikuesit tanë, nuk e di nëse ka apo jo ndonjë të re dhe çfarë lëvizje po bëjnë autoritetet maqedonase. Po, autoritetet shëndetësore më duhet të theksoj se janë në pritje të rezultateve nga analizat e mostrave që dje janë dërguar në Hamburg të Gjermanisë. Pritet që këto rezultate të mbërrijnë nesër gjatë orëve të pasdites, nëse me atë që do të vërtetohet nëse shtetasi britanik i cili ka ndruar jetën bram në klinikën e sëmundjeve infektive ka qenë i prekur nga virusi vdekjeprurës Ebola ose jo. Edhe njëherë theksoj se autoritetet shëndetësore këtu në Maqedoni janë duke e qetësuar popullatën, duke theksuar se gjasat janë shumë të vogla që shtetasi britanik të ketë vdekur nga virusi i Ebolas. Megjithatë, janë marrë shumasa preventive me atë që tërësisht është mbyllur ose bllokuar hoteli ku ka qenë i vendosur britaniku, me atë që 25 persona mbahen në karantinë në këtë hotel, i cili quhet Super 8 dhe është në afërsi të qendrës tregtare Mavrovasja. Do theksuar se edhe personeli shëndetësor, i cili ka pasur kontakt drejt për drejt me britanikun, i cili dyshohet se ka pasur simptomat të sëmundjes vdekjeprurës e Ebola, është në karantinë dhe bëhet fjalë për 10 persona të cilët mbahen në klinikën universitare, më saktësisht në qendrën e infektologjisë këtu në Shkup.